صحيح البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Allahun e falenderojmë, salavat dhe selam me pejgamberin e tij dërgoj, shokët, familjen e tij dhe të gjithë ata muslimanë dhe muslimanët të cilët kanë ndjekin dhe do të ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Pastaj të nderuar, edhe me te vazhdojmë me komentin e haditheve të Imam Buhariut, Allah e pasmëshiruar. Jemi në kapitullin e dijes apo diturisë, respektivisht tek hadithi 80, tek nën kapitulli çfarë duhet të bërë me mallin e huaj të gjetur. Çfarë duhet të bërë me mallin e huaj të gjetur. Ku Imam Buhariu sjell hadithin nga Zeid ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam sa'alahu rajulun an al-luqatati faqal أعرف وكاءها أو قال وعاءها وإفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضالت الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال وما لك ولها ماءها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب. زيد بن خالد الجهني الله تشوف تكناشر متى ترانسمتان sen një njeri e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për gjësendin e humbur. Ai ju përgjigj: mbaj në mend mirë qesen, ose ka thënë trastën, dhe lidhësen e saj, pastaj njefta për të ndër njerëz për një vit të tërë. E pas kësaj mund ta shfrytëzosh. Mirë po nëse vjen pronari i saj, japja. Pastaj po i njëjti person e pyeti: po deveja humbur? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u hidhrua aq sa i skoqën mollëzat apo i skoq fytyra dhe tha: ç'keti me të? Kur ai e ka me veti ujin dhe posedon thundra me të cilat mund të shkoj të pi e të kullot. Pra lere derisa ta gjej pronari vet. Po delja humbur? Pyeti sërish burrin e fjalë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: ja merreti, ja vëllai yt, ja i mbetet ujkut. Këtë hadith e transmeton edhe Imam Muslimi. Biografia e shkurtur e Zeid ibn Amir al-Juhani radiyallahu anhu transmetuese të këtij hadithi. Ky është Zeid bin Khalid al-Juhani Abu Abdurrahman, e thotë Abu Talha al-Madani. Ka marrë pjesë në Hudejbije me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po ashtu ka marrë pjesë edhe në çlirimin e Mekës. Ka transmetuar hadithe nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, pastaj nga Uthmani, Abu Talha, Aisha radhiyallahu anha, ndërsa nga ai kanë transmetuar dy bijtë e tij, Khalid dhe Abu Harbi, pastaj Ata bin Abi Rabah, Ubaydullah al-Khalwani e të tjerë. Nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ky sahabi ka transmetuar 81 hadithe, vetëm në Buhari janë 5 hadithe. Ka vdekur në vitin 78 Hijri në Medinë, në moshën 85 vjeçare. Thuhet se ka vdekur në vitin 68. Thuhet se ka vdekur në Egjipt, e thuhet në Kufe të Irakut. Thuhet se ka vdekur në fund të periudhës së Muavijut, Allahu e di më së miri. Aini i Hanefive ka thonë: nuk ka mes sahabëve njeri tjetër me këtë emër Zeid ibn Khalid. Kjo është vetmi. Tani të nderuar, shkojmë te komenti e hadithit në fjalë. Dhe themi: njëra ndër parimet e shariatit islam është edhe rujtja e pasërisë të tjerëve. Çfarë nënkupton se ne si musliman e kemi për detyrë, e kemi për obligim
që t'ja ruajmë pasurinë njëri tjetrit. Mos t'ja keq përdorim pasurinë, mos t'ja vjedhim, mos t'ja dëmtojmë, madje edhe ta mbrojmë atë pasuri nëse i kanoset ndonjë rrezik nga dikush tjetër, nëse veç mundemi ta mbrojmë apo ta ruajmë atë pasuri. Kjo mbrojtje apo ruajtje e pasurisë së tjetrit bëhet në forma të ndryshme, ndërto është edhe rasti kur e gjen pasurinë e tjetrit në rrugë. Dhe nëse e lët pasurinë nuk e merr, ai mund të humb. Apo të keqpërdoret, ndaj e merr atë pasuri, e pastaj e ruan dhe e kërkon pranarin e saj për t'ia dorëzuar atë pasuri. E që kjo mesele në fiqh, në ligjin islam quhet el-luqatatu apo gjësendet e humbura. Pra është një kapitull në fiqh atje tek të gjitha mëdhëbet, të gjitha librat e fiqhut që emërtohet me emrin el-luqatatu, gjësendet e humbura. Ku Imam Buhariu, Allah e pasmëshiruar, flet për të dhe ka emërtuar edhe ky një kapitull me këtë emër, e që atje sërish e sjell këtë hadith edhe hadithet e tjera. Të kthehemi te komenti e hadithit në fjalë, ku sahabiu i bekuar Zeid ibn Khalid tregon se një njeri e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për gjësendin e humbur me vlerë, sikurse kulet, parash, mall i ndryshëm me vlerë, mund të jetë ari, mund të jetë argjent e të tjerë, të cilin e gjen në rrugë, por nuk e din kush është pranari i tij. Kush është pranari i këtij malli? Andaj çfarë duhet të bërë me të? Pra ky sahabi i bekuar, pra një njeri, po tregon se një njeri dhe pyetja Rasulullah, çfarë të bëhet? Çfarë të bëjë njeriu apo çfarë të bëjmë ne nëse gjejmë një mall të çmuar, një mall me vlerë në rrugë? Pejgamberi alayhi salatu wassalam e mësoi, e sugjeroi atë dhe nëpërmjet tij, pastaj edhe neve të gjithëve deri në kiamet, se në rastet e tilla duhet me marr atë mall, mos me lanë me humb, mos me lanë me shku poshtë, sepse ja kemi bërç t'ja ruajmë tjetrit mallin. Ndaj po e thot, merr atë mall në shtëpinë tënde, ruaj atë mall, mësoje mirë për shkrimin e tina, mbaje mend mirë për shkrimin e tina. Në mënyrë që kur të dalesh me paraqit pastaj, me tregu të tjerëve, me pyet se kujt i ka humb një mall, apo me tregu të tjerë se ne kam gjetë një mall, një kulet, një qep me diçka, me lira, me pasuni, me kotadion, dhe vjen pronari i cili pretendon se ka humb pasunia, ti e pyet për shkrimin e atij malli, ti duhet me mbajt mend atë mall që e ke ti të shtëpia, për shkrimin e tij apo përputhet me mallin që e ke. Kjo nga njëra. Nga ana tjetër, fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mbaje mend mirë, mund të ketë qëllim edhe tjetër që nëse ti e përzin me mallin tënd, atëherë kur vjen personi dhe kërkon, ti ndoshta se ka marrë mend dhe të ka përzin me mallin tënd, dhe në vend mallit ti, mallit vet, jep mallin tënd. Dhe ka mundësi i bën zullum njeriu. Andaj ruaje mirë, mbaje mend mirë për shkrimin e tij në detaje, në mënyrë që ta dish se që duket ai mall, cilësitë e tij e tjera. Pastaj publikoje, bëje publike para njerëzve në vendet ku ka mundësi të gjenden më shumë njerëz, për shembull në treg, për shembull në për dyqane, njerëz kur dalin para xhamis në një vend ku rrin ku pushojnë, në kafe, në shitore, sikurse në kohë sodit e të tjera, tregoj njerëzve, o ju njerëz, unë kam gjetur një mall, për shembull kam gjetur para, kam gjetur stoli ari, ne kam gjetur orë, kam gjetur ku diun diçka, nëse vihet dikush dhe e kërkon, ma qenë mua, apo thërë mua, dve e të konsultohen me të, apo më kohën e sodit, jepe numërin tem, jepe kontaktin tem, dhe kështu me radhë. Këte ti e paraqet herë, për një periudhë kohore
një vjeçare, që është ta hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për një periudhë kohore, një vjeçare. Jo çdo ditë. Herë, në herë një javë, herë e paraqetojnë njerëz, mos e ka humb dikujt në ndonjë mall, mos e ka humb dikujt në ndonjë mall. Me shpresë që mos përkthehet ai personi, mos përkthehet e pëlyp mallin e vet. Është hak i tina dhe ne do të mjarojt mallin e tjetrit. A shef se si përkujdeset Islami për mallin e tjetrit. Pra një vit më lodhti me mallin e tjetrit, po do të më lodh mallin e tjetrit një vit, do të më lodh, sepse ja ke bërç tjetrit. Sepse ja ke bërç tjetrit mallin, mjarojt mallin e tina. Dhe ai ta ka bërç ty. Dhe ne të dyja kena bërç të tretit edhe kështu me radhë. Kjo është pjesë e shëritërisë së mallit, të cilën e ngrit shariati kaq lart. Pra një vit plot e paraqet atë mall. Më pas çfarë bën? Pas një viti lodhesh mo. Ke të drejt nëse je fukara me përdor atë mall për vete. Po nëse nuk je fukara, e jep sadaka me niyet për atë që ka humbur, ti e kish përblimin për mundjen, për ruajtjen, për përkujdesjen në mallit, për përkujdesjen ndaj mallit, për përkujdesjen me gjithë pronarët e mallit, ki sevap të Zotit nuk diskutohet, ndërsa për sevap në sadakas e ka pronari për të cilën është bën jeta poshtë pronë e tina. Nëse pronari i mallit, pra nuk je pas një viti, që thamë atëherë ti mundesh me përdor nëse je fukara, nëse jo, atëherë e jep sadaka. Por nëse vjen pas një viti dhe ti mallin veç e ke dhanë, atëherë shofim. Ai ka dy zgjidhje. Ka të drejt me miratua, të më thane ke dhanë sadaka, po Allahu që përbleft, s'ku mujt marrë me heret, ose s'ku mujt me ranë fije, s'e kanë kismet, e ka dhanë dikon, Allahu që përbleft, edhe kaq. Por nëse ai thot, mu se më interesan, te e ke dhanë mallin, dua mu më kthy mallin. Atëherë kë, do të më pagu mallin e tina. Qadi Iyad ka thonë, kanë thënë se është konsensus që pronari, Qadi Iyad ka thonë, është konsensus që pronari i mallit nëse vjen për të kërkuar mallin e tij, qoftë edhe pas një viti, dhe pasi ta ketë pronësuar ai që e ka gjetur, nëse veç e ka pronësuar, ai duhet t'ia kthejë atë mall nëse e ka. E nëse është shpenzuar, është harxuar, atëherë duhet t'ia kompenzoj. Përpos Davud dhe Dhahiriut, i cili mendon se nuk e ka për obligim t'ia kompenzoj. Më pas këj person e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për delen. Ja Rasulullah, pra në pyeti për një pasuri të çmuar. Më pas ja Rasulullah, po delen nëse gjen njeriu. Çfarë të bëjmë me të? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha merr delen. Sepse nëse nuk e merr ti, e merr dikush tjetër. Nëse mbetet natyrë, atëherë e hanujke atje. E hanujku. Pra ose merr ti, ose e hanujke, ose merr e jep pronarët sajna. Kur e pyeti për devën, pra ose merr ti, ose merr ndonjë njeri tjetër, ose merr ujku, e hanujke. E merr ti rujen ashtu, gjën pronarët sajna. Kur e pyeti për devën, tha, pse po vet për devën? Ç'ke punë ti me devën? Devja është shtazë e madhe. Me vete e ka në korrez rezervat e ujit, ka thundrat me të cilat ecë në natyrë, shkretëtir, kërkan bari, kërkan uj. Madje ato thundra përdore dhe se armë mbrojtëse nëse selman do një ujk, shtë që ajo është të zoja vetës. Ajo vazhdon të qëndrej shkretëtir, derisa të takej pronarën e sajna, ata më se ngocë. Por mallin nëse gjen gjysand mall me vlerë po, edhe dele nëse gjen të njëjtën ku gjithashtu po. Shkojmë i cekëm disa mesele të cilat kanë të bëjnë rreth gjysandeve të humbura, rreth kësaj meseleje, e që ndërto është, a kemi obligim që ta marrim pasurinë të cilën e gjejmë?
Rreth kësaj mesele, fuqahat, juristat islam kanë diskutuar, shkurtimisht themi, nëse personi që ka gjetur atë pasuri të humbur, ka frikë se ai humb apo ka shpërdoret, nëse nuk e merr ai, atëherë për të është e preferuar, është mustahab që ta marrë atë pasuri. Kjo është mendimi shumicës ulemave, gjumhurit, pra shumica e fuqahave, juristëve islam mendojnë se është e preferuar, jo e obliguar me marrë mallin e gjetur në rrugë dhe me rujt dhe me paraqit njëve të plotë në përvendet publike me shpresë se ka me arë pronari sa për me marrë. Po, ka ulemat të tjerë, se që në disa ulemat Hanefije, Shafite, se le thënë se është vajxhib në këtë rast, është obligim, sepse është pjesë e shejtërisë së mallit dhe ja kemë bërç me arrujt mallin tjetrit, është obligim nëse ke frikë që nëse nuk e merr ti, e merr tjetri, e ke shpërdor, i humbet të tjerë, e ke obligim me marr. Po pas një viti nëse nuk lajmërohet pronari i mallit të humbur, çfarë duhet bëhet me atë pasuni? Vetë se kom, më lart shkurtimisht, sipas Hanefive, nëse personi është i varfër, ai ka të drejtë ta pronësojë pas një viti dhe ta përdor për interesat e tina. Ndërsa nëse është i pasur, nuk ka të drejtë ta përdor, por duhet me dhanë sadaka për shpirtin e atina, për pronarit e tina. Ndërsa sipas fuqahave të tjerë, gjumhurit, shumicës ulemave, ndërta tri mëdhëbet të tjera, Malikive, Hanefive dhe Hambelive, edhe nëse është i pasur, ka të drejtë mas një viti me marrat atë pasuni edhe me përdorë. Këto vlen të seket e një mesele tjetër, kur është fjala tek gjësendet e gjetura. Gjësendet e gjetura me pak vlerë, për shembull gjeniera, ose i ka ra dikujt në du kasht, i ka ra dikujt 2-3 kallamoqa, misra, kanë ra dikujt një molla 2-3, kanë ra dikujt pak dardha, pak qoshia, kanë ra një mollë, kanë ra një banane, kanë ra në tokë dikujt diçka. Këto gjësendet timta me pak vlerë, këto ke drejt me marrë me njëre dhe me përdorë. Sepse është larg meq, është që personi pronari i saj të kthehet ta lype ku ta diune, pastaj mundi me paraqit ato njëve të plotë, kurse ai ka vlerë shumë pak. Zakonisht njerëzit nuk merren me senet vogla. Këtu i lojë nuk kthehen edhe me ranë men që ka hub dikun që ka ra nuk kthehet me marë. E po që se morë të ose tjetër e ja humbë. Andaj merre, përfita për sajnë nuk ka dërë, nëse është pen me hanë, nëse është para diçka, s'prish pun me marë, senet vogla. A kem argument për të po ki? Pejgamberi ka në hadith vërtet të Enesit radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke shkuar rrugës një herë e pa një hurme, o gërbav me marë, por tha, apo deshe ta merë, por tha, po mos kisha pasur frikë, se kjo hurme që është hudhur këto është sadaka apo zeqat, do të kisha marrë me hangër. Tha këtë sepse ai zeqatin e ka haram, ai dhe familja tina. Ndërsa në të tjerët, për të tjerë nuk është haram. Sadakaja, zeqati, për pejgamberin është haram. Andaj ai nga frika nuk e morë. E që nën kupton se po të ishte lejuar për të, mos të ishte sigur se nuk është zeqat, por është të zami kara dikujna kështu, do ta kishte marrë pejgamberi me ngrën alayhi salatu selam, e që është argument për ne se ne lejohet neve të marrëm senet e imta, të përdorëm, të hajmë pa asnjë problem. Kjo është pika shkurtëra që mund të thuhet rreth kësaj teme, pra rreth temës gjetja e gjësendeve të humbura. Allahu e din më së miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صحيح البخاري